Në barazim 0-0 është mbyllur sfida në Mesëvorës se vllaznista kemi luajtur në stadiumin Loro Buriçi i vlefshëm për javën e 14 të ABS superiore. Pas ndeshjes jam me ish futbollistin e vllaznisë Suadlici. E ndoqëm së bashku ndeshjen e sotme, ishte pak kënaqësi edhe në radhë të tifozëve. Vetë rezultati 0-0 në fakt e krijon një ambient paksa të zymt. Çfarë po ndodh me vllaznin? Mendoj që skuadra ka 3-4 ndeshje që nuk është lartësinë e duhur dhe më mirë se sa stafi që shikon për ditëshmërinë, ndoshta edhe mungesat, por duket që nuk është ajo vllaznia javëve të para. Po kalojmë një moment krize për mendimin tim, dhe që pasqyrohet edhe në fushën e lojës. Nuk është ajo vllaznia agresive dhe rezultative. Po? Mendoj që sot që një ndeshje barabartë mund të fitohet si Vora, si vllaznia, por për pretendimet që ka vllaznia duhet ndroj marsh. Mendon që ishte momenti i duhur pas asaj humje javën e kaluar me Teutën që sot të merret 3 pikë si të paktën, edhe ndoshta jo me lojë të bukur, por 3 pikë ishte shumë e rëndësishme. Unë të thash, edhe kjo ndeshje ishte varg dhe ndeshjeve të kaluara, gaci edhe skuadra duhet reflektonte, por nuk po bën atë ndryshimin e krizë. Pra, a dalin nga kriza gjithë shpresoshin që sot do delte, por vllaznia nuk e kaloi sot. Pra, po të shikosh ishte shumë e akullt. Pra, pa një mentalitet, pa i mungote loja në krah, po të shikosh mesi fus nuk mbështette sulmin. Pra, ishte një lloj anomalie, nuk ishte e qartë për të fituar ndeshjen. Realisht kjo vllaznia është që na ka lumturuar të gjithëve, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë, i ka bërë të flasin në superlativa, edhe specialistët e futbollit në barë Shqipërinë, por ndryshimet e javëve të fundit kanë krijuar një ngërç tek. Ndoshta edhe damtimet kanë pjesën e vet, por mu më duket se edhe skuadra dhe fizikisht nuk është mirë. Ndoshta edhe si pasojë e damtimeve që ka pas, por edhe fizikisht nuk është aftë freskët. Mungoi Kastrati sot, Lejin Kastrati, një futbollist i cili ka bërë mirë javën e kaluara. Unë mendoj që Kallaku është pjesa kryesore e skuadrës, sepse është ai lojtari që lidh mesin e fushës me sulmin dhe është ai lojtari që bën shpërndarjen edhe në krah dhe na çon te porta. Edhe është lojtari pavarësisht se Kastrati ka pjesën e vet, por mendoj që te pjesa mesit fushës që është zemra e skuadrës, mendoj që Kallaku një jetë shumë mungesë atij. Me atë çfarë u pa në fushën e lojës, se ky barazim sipas jush i drejtë si rezultat? Shumë i drejtë, gaci. Në mendimin tim barazimi që është shumë i drejtë, si për vllaznin, si për Vorën. Javën e ardhshme vllaznia ka një sfidë shumë të vështirë në transferet me Elbasanin. Si e parashikon? Elbasani ka skuadër të mirë, gaci, edhe nuk mund bëj parashikim sepse nuk e di sa do rikuperohen lojtarët dhe mendoj që do ketë një ndeshje të vështirë përsëri. Vllaznia nuk ka ndeshje të lehtë në këtë kampionat dhe shohim, le të shpresojmë që vllaznia të bëjnë kthesën në Elbasan. E shpresojmë një gjë të tillë. Shpresojmë edhe me këtë parashikim të Suadlicit ne e mbyllim këtë lidhje të drejt për drejt nga stadiumi Loro Buriçi në tribunë, sepse do të jemi më njëherë poshtë tek prononcimi i trajnerëve pas ndeshjes, por ky ishte prononcimi dhe lidhja e katërt rrallazi në sfidën Vora Vllaznia që u mbyll në barazim 0-0. Suadlici, faleminderit për intervistën dhe shpresojmë që Vllaznia të ndryshojë situatën për të gëzuar ju si ish futbollist i këtij klubi dhe gjithë tifozërinë shkodrane. Faleminderit, suksese.